Faza finale e Festivalit Kombëtar të Shkencës për Drap Korç u zhvillua në qytetin e Korçës me pjesëmarrjen e 27 grupeve fituese nga qarqet Korçë, Elbasan dhe Berat. Nxënësit prezantuan projektet e tyre shkencore, duke treguar kreativitet dhe aftësi kërkimore në fusha të ndryshme. Është një ston inteligjent diellor, i cili jep shërbime moderne për të gjithë qytetarët, për të gjithë komunitetin, punon me energji diellore, zgjeron energjinë diellore në energji elektrike dhe jep shërbime smart si karikim telefoni me USB, karikim wireless, internet, ndryshim LED. Kemi ndërtuar një shkollë e cila ka sensor D11 që tregon temperaturën dhe lagështinë brenda ambientit të shkollës. Kemi një zile automatike e cila është programuar që të bjerë çdo 45 minuta sipas orëve të mësimit. Gjithashtu kemi edhe panele fotovoltaike. Ne përfaqësojmë Gjimnazin Skënderbeu Maliq, projekti ynë titullohet Bionova dhe ka për qëllim krijimin e bioplastikës për të zvendësuar plastikën tradicionale. Si tem projekt kemi zgjedhur ndërtimin një roboti të thjeshtë, siç e shihni edhe këtu është ndërtuar me materiale të thjeshta, komplete të riciklueshme. Dhe qëllimi i projektit tonë është më shumë për t'i mbajtur më shumë fëmijët të organizuar edhe t'i mbajmë më shumë shoqëri, por gjithashtu në fazat më të ardhshme, përveç kësaj ne kemi vendosur që t'i shtojmë më shumë gjëra dhe ta bëjmë atë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara. Ky projekt konsiston në ndërtimin e një sele inteligjente e cila do të shërbejë si laborator fizik eksperimental, ku do të studiojnë dukuri fizike si bilanci energjetik, efekti sel përmes matris dhe analizës së të dhënave. Kështu ai mund të përdori si në orët mësimore, ashtu edhe në fermë, pasi ndihmon në kontrollin automatik të lagështisë, temperaturës e tjerë. Drejtoresha e Drap Korç, Vinjola Rota, vlerësoi nivelin e lartë të konkurimit dhe rëndësinë e këtij festivali në nxitjen e mendimit kritik dhe inovacionit tek të rinjt. Në këtë moment ne themi që kemi arritur diçka shumë e vlerë, sepse i kemi treguar nxënësve që shkencën nuk e kemi vetëm brenda në klasë, por këtë shkencë ne e kemi ndërthurur fare mirë edhe me natyrën. Nga 27 shkolla pjesëmarrëse, 5 u shpallën fituese në nivel rajonal, duke siguruar kalimin në fazën kombëtare të Festivalit të Shkencës. Ky sukses vjen fal përkushtimit të nxënësve, si dhe mbështetjes së mësuesve dhe prindërve.